Në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës u zhvillua këtë të martë një leksion i hapur me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishin. Në fjalën e saj hapse, rektoria e Universitetit të Vlorës, profesor Dr. Aurela Saliaj, u shpreh se ardhja e ambasadorit të Kosovës është shumë e rëndësishme për studentët për të kuptuar më tepër rreth politikës, diplomacisë, por edhe e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas Saliajt, arsimi i lartë në të dy shtetet ka bërë përparësi të rëndësishme, duke patur një partneritet të fortë me fokus arritjen e standardeve europiane. Ajo theksoi se rruga drejt Bashkimit Evropian është një rrugë plot sfida, ndaj edhe arsimi ka nevojë të madhe për diplomacinë dhe marketingun evropian të arsimit të lartë në të dy vendet. Ardhja juaj këtu, ardhja e zotit ambasador këtu është një moment diplomatik, është një moment akademik, por është dhe një moment shumë i rëndësishëm për të rinjtë të Vlorës, për studentët dhe për gjimnazistët që kemi këtu prezent, për të ndarë në mënyrë të drejtë për drejtë pikpamjet dhe këmbështrimet diplomatike mbi perspektivat e zhvillimit të rajonit tonë, të rajoneve mbar shqiptare, por edhe më gjerë. Shteti i Kosovës dhe shteti shqiptar ndajnë vlera të përbashkëta në identitet, në gjuhë, në kulturë, në histori, pa diskutim, por sot më shumë se kur, ne vendajmë vizionin ton të përbashkët europianeist. Ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, u shpreh se për të është kënaqësi dhe privilegj të jetë në Vlorë. Sipas tij, Universiteti i Vlorës ka rritur standardet duke ju përgjigjur kërkesave të kohës. Në fjalën e tij, Durmishi tha se dy vendet i bashkojnë shumë gjëra, me një histori të larë me gjak, ndaj edhe është shumë e rëndësishme që Kosova dhe Shqipëria në arsim të edhin hapa përpara e të kalojnë sfidat së bashku. Universiteti Vlora Kosova, Qemali dhe Buletini, lidhet e vjetra dhe të reja, një prezantim politikës jashtme të Kosovës dhe bashkë bisedim me ju. Pra, nuk kam marrë që t'ju mbaj një ligjërat, të kuptohemi, se do ishte shumë pretencioze, dhe as unë s'kam nevojë për një ligjërim të veçantë, shumë që të mbaj shënime, kam marrë që t'ju takoj dhe të bashkë bisedoj. Pra, flasim për çdo gjë. Ju dini diçka. Në Vlorë ka 1000 arsye pse duhet vihet, por në Universitetin e Vlorës ka edhe një arsye të veçantë sepse këtu vim që të mësojmë si më tutje. Në fjalën e tij, Durmishi foli edhe mbi diplomacinë mes dy vendeve, por edhe për zhvillimet në nivelin evropian. Ai u ndal gjatë për të folur mbi Kosovën, hapat dhe zhvillimin që ka bërë ky shtet i ri që prej formimit të tij e deri më tani me synimin për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Kosova po ndërton një shtet charmant, ta quaj, me të gjitha atributet e shtetit, kuptohet brenda potencialeve të ashtu quajtura shteteve të vogla, me ekonomi që e mban vetën, me një rritje konstante. Tani jemi te një buxhet prej 4 miliardësh, rritja e vitit kaluar ekonomike, se mbase ka këtu edhe profesor nga ekonomia, është te 4%, domethënë, ka të ndërtuar gjitha institucionet që mundsojnë funksionalitetin e shtetit, ka performancë demokratike të admirueshme, dhe kjo nuk është një vlerësim i imi, por është vlerësim nga organizatat e specializuara që merren me këto performanca demokratike. Liria e shprehurit, e shtypit, domethënë ekuilibri i pushteteve, performanca demokratike në Kosovë është në nivel shumë të mirë. Marrëdhëniet mes dy vendeve, diplomacia ndërkombëtare, lidhja mes dy kombeve, historia e tyre, por edhe zhvillimet, reformat dhe hapat drejt Bashkimit Evropian ishin disa prej tematikave të trajtuara gjatë leksionit të hapur.